Para se Beatrice Gjergji të ngjitej në skenën e madhe të Eurovisionit, muzika ishte tashmë pjesë e përditshmërisë së saj, një trashëgimi familjare që, siç thot babai i saj, Mario Gjergji, ka kaluar brez pas brezi. I ftuar në një studio televizive, Mario tregoi se talenti i Beatrices për të kompozuar ishte i dukshëm që në moshë të vogël. Megjithse e rritur në Itali dhe orientuar fillimisht drejt muzikës italiane dhe angleze, ai rrëfen me ndjeshmëri momentet kur kishte frikë se vajza po largohej nga rrënjët shqiptare. E rritur me këngën shkodrane, ja injektoja sa më shumë, por nuk i pëlqente shumë muzika jon. Kishte një zë të bukur, por më dukej sikur po më dilte nga shinat, tha ai me sinqeritet. Sot Beatrice jo vetëm që i është kthyer identitetit të saj muzikor, por përfaqëson Shqipërinë në një nga skenat më të mëdha të muzikës ndërkombëtare. Mario thekson se njohja e saj me Kolën ka qenë një pikë kthese në karrierën e saj. Muzika është në gjak tek ne, thot Mario me krenari. Në familjen Gjergji këndojnë të gjithë. Thoshin dikur me shaka, tek ata këndojnë edhe pulat, ne ham buk me muziku, shpreh ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.